intervista e tij e pa shembull për guximin dhe faktet, dokumentat që solli para opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar është një kushtrim dhe një apel për çdo shqiptar. Së pari, unë ju bëj thirrje autoriteteve të Zvicrës të bëjnë gjithçka për të garantuar jetën e tij dhe të familjes tij. Mbasi mafia miliardere e Edi Ramës është e aftë të marrë çdo akt kundër tij dhe fëmijëve të tij. Së dyti, paralajmëroj Edi Ramën se në mënyrë absolute ndaj çdo akti që do ndërmerret ndaj tij dhe familjarëve të tij do të bëhet përgjegjës personal vetë ai dhe familja e tij. Këtu nuk duhet kemi, sepse ishte tmerrsisht tronditse përpjekja për ta rrëmbyer atë me bandën e Elbasanit. Çka do të thotë? Se ishte përpjekje e Ergys Agasit, mbasi është faktuar që në 2 rrëmbimet, pegmarrjet e organizuar nga Ergys Agasi, si të Geron Meçes, ashtu dhe të Daljel Shimes, janë realizuar nëpërmjet bandës, nëpërmjet Ergys Agasit dhe bandës kartelit të Suel Çelës dhe Elbasanit. Në këto kushte, i bëj thirrje autoriteteve të Zvicrës të ndërmarrë një hetim ndërkombëtar dhe Eurojustit, Europolit për këtë akt të pashembullt. Së dyti, aferat dhe dosjet që paraqiti janë aferat të cilat tregojnë se këto që po diskutohen këto ditë për Lubi Ballukun, për Mirlinda dhe Lindat e Rams, janë vetëm maja e icebergut e këtij klani kriminal që ka dorën e tij të zezë në miliarda euro të qytetarëve shqiptar. Ju ndigjuat se si Edi Rama ka krijuar zonën e lirë Troplini apo Durana. Ju e ndigjuat se çfarë bëhet me portin e Durrësit, me portin e Porto Romanos, se ç'janë vendimet e tij të cilat u kushtojnë shqiptarëve jo më pak se ato të paraqitura, jo më pak se 12 miliard euro. Në këtë kuadër, natyrisht ju dhe shqiptarët mund të presin dhe duhet të pristin në një vend normal, që t'ishte parlamentit ndërmirët e hetime urgjente, por parlamenti është i aneksuar, i asgjësuar nga Edi Rama. De facto Shqipëria parlament nuk ka. Ka një institucion kriminal që shtyp opozitën. Ndaj dhe gjithçka është në dorë të qytetarëve shqiptar për t'i dalë zot çdoj interesave të qytetarëve, interesave të vendit, me protestat fuqishme gjerë në largimin me çdo kusht të Edi Ramës. Zoti Berisha, çfarë prodhoi ndryshe ky takim ditën e sotme nga takimet e tjera që keni zhvilluar dhe ishte tema zgjidhje për Shqipërinë? Çfarë zgjidhje u dha? U dha zgjidhja largimi i kësaj qeverie kushti më i domosdoshëm. U dha zgjidhje ideja e krijimit të këtij forumi, se kjo ishte thirrja, të krijimit të këtij forumi i cili duhet të çojë përpara agjendën e një zgjidhje për Shqipërinë. Dhe mendoj se nuk është gjetur se si largohet kjo qeveri. Jo, në radhë parë, forumi që duhet të çojë përpara agjendën. Se si largohet kjo qeveri, largohet vetëm me protestat vazhdueshme.
Kjo është. Ku do i nisni këto protestat vazhdueshme? Do mlidhe dhe kryesia dhe protestat të një sigur që do të nisin. Çfarë do të thotë protestat vazhdueshme? Proteste vazhdueshme do të thotë që sheshi të mbushet çdo ditë. Pra do të ngrini çadra, çfarë lloji? Do përcaktohen, drejt pyetja. Qëndron pyetja, po ato do përcaktohen të gjitha cilat do të jenë format. Do ngrihen çadra, do ngrihen, me një fjalë do ketë të gjitha format. Po marrëdhënie me parlamentin do të jetë, pra do të shkoni në parlament apo me ngritjen e këtij formacioni para kryeministrisë? Siç e shifni ju, parlamenti është asgjësuar, kur parlamenti nuk mblidhet për të heqë imunitetin dhe shkel kushtetut, shkel çdo, parlamenti de facto Edi Rama ka aneksuar parlamentin, e ka asgjësuar parlamentin. Shkurja jonë ose mos shkurja jonë është krejtësisht e paranësi. Parlamenti nuk është ma një institucion themelor i demokracisë, është një vegël në duart e Edi Ramës. Kjo është e faktuar tani. Dhe diçka të fundit, zoti Berisha, në datën 22 janar, gjykata kushtetuese do të vendosë dhe do të trajtojë çështjen e Balluku për imunitetin e saj. Nëse gjykata kushtetuese nuk i heq imunitetin, pra nuk i hap rrugën që s'pak ta hetoj, çfarë bën Partia Demokratike, opozita? Partia Demokratike ose strategjia e saj s'ka asnjë lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Jo. Gjykata kushtetuese shënoi një kapitull të zi në historinë e drejtës në Shqipëri, kur ajo anulloi një vendim të cilin sipas ligjeve të vendit mund të anullonte gjykata e apelit dhe pas gjykatës së apelit gjykata e lartë. Gjykatat nuk janë bërë që ti marrin pushtet njëri tjetrit në mënyrë puçiste. Gjykatat janë bërë të respektojnë ligjet dhe të japin vendimet që u përcakton kushtetuta. Por gjykata në presionin e madh politik të Edi Ramës vendosi atë që i dha mundësi Belinda Ballukut të bëj manipulime monstruoze të dosjes dhe Edi Ramës bashkërisht, se këtu nuk është, Belinda është vetëm emri i parë, ju e kuptoni, këtu është Edi Rama. Gjithçka është Edi Rama, lexoni Edi Rama. A mundet që ta ndroni fare dhe në gjithë postulanët ato, që nuk janë patronët, duhet të mos flisnin më për Belindën, po të flisnin për Edi Ramën. Kjo është e vërteta. Zoti Berisha, kërkoni qeveri teknike. Zoti Berisha, kërkoni... Akuzuar, po pse? Për një minutë. Ka si akuz për Edi Ramën. Më falë minutë, pyesun, dakord, Isa, po kush e çoi në Turqi Belindën? Lubi. Po kush si se din? Pa ishte me kryeministrin, apo e mori ajo shoqërues? E mori Belinda Ramën shoqërues, Lubia jo. Se ka mendë dosin 18. Nuk ndodh ajo, nuk ndodh. Kërkoni qeveri teknike për të organizuar zgjedhje që sipas jush do të jenë të lira, të pavarura, të pranuara nga Po. të gjithë. Kë mendoni se do të ishte, ose kush mendoni se do të ishte personi i cili mund ta drejtonte, kishte besimin e dyja palëve? Nuk kam normal të jap emra gjersa të arrihet, sigurisht që ka emra, por nuk kam normal të jap emra gjersa të arrihet realizimi i qeverisë teknike. Dhe në atë rast pa diskutim gjersa të ndërmerret ai akt, në atë rast qeveria Partia Demokratike kundër forcat tjera politike do sugjerojnë. Por për momentin asnjë emër nuk qarkulloj unë dhe nuk jap. Unë e kuptoj që ju doni të krijoni lajme, po unë nuk krijoj lajme aty ku janë. Dhe i pyetja në lidhje me këshillin e mandateve i cili vazhdon të mos mblidhet. Në këto kushte, a ka Partia Demokratike komunikim real për te propagandës politike me faktorin ndërkombëtar, zoti Berisha, pasi ne e dim që faktori ndërkombëtar ka një presion dhe një vendimarrje të rëndësishme në Shqipëri. Pra, parlamenti dhe këshilli i mandateve nuk po mblidhet dhe me gjatë se kanë plan të mblidhet socialistët për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë. Ka Partia Demokratike komunikim real, qoftë me Komisionin Evropian, me Parlamentin, ose dhe me Shtetet e Bashkuara? Partia Demokratike sigurisht që ka komunikim, por forume, qeverit dhe institucionet që ju përmendët janë plotësisht informuara dhe nga ambasadat e tyre këtu, dhe në vlerësimin tim, qëndrimi e Edi Ramës është qëndrimi i pranimit të plot të fajësisë dhe krimeve që ai ka kryer. Ai po pranon fajësinë, unë nuk e kishte, unë një ditë u mora dhe me artikullin që kishte bërë
Po ajo është gjë më e vogël artikull krahasim me këto qëllime. Këto qëllime tregojnë që ai e njeh veten fajtor dhe kërkon të ruhet, të mbrohet. Ka që gjithë puna. Hetimet gazetareske kanë treguar që ai person nuk ekziston, meqense e artikulli. Hetimet gazetareske treguan që Endri Kajsiu nuk ekziston. Po isha i pari që ja u thash. Po. Ai mori emrin e taratisurit Endri Fuga, i cili është vija, se edhe ai ç'bënte një lloj si ky Beqja, mirëte parate i çonte te restoranti vet me para publike njerëzit. Edhe prandaj ka ik. Kurse ai tjetri është në Kolumbi. Edhe kështu që bëj kompromise bën me te ai, se ngritse, se t'ja marrësh mbi emrin, patë ndonjë reagim ti prej tyre? Jo, e shef se kush më thoshte një ditë një gazetar se po më përmend dy kolegë. Po çka kolegësh janë ata që nuk rraj? Çka kolegësh janë ata? Të mafios. Jo, Endri Kajsiu s'është ky kush? Po nëse po ato se din ti. Ato nuk e di. Po pse një minutë. Po pse nuk reagon ai? Më thuaj pse nuk reagon? Mosha ka punë më të rëndësishme në Kolumbi. Ashtu, se sa me të shkelmu mbi emrin. Ka punë më të rëndësishme se me shkelmu mbi emrin? Qelit e kujt janë lagur në Durrës, janë 9 qeli që janë prekur. Nga këta të Veliaj apo të tjerë. Keni informacion? Urdhë? Qelit në Durrës janë përmbytur. Nuk kam do t'ja jepja informacionin, nuk kam se kur pash katesi Dordolec që vje mbytur. Kish vesh kombinoshët, ajda po shkon po shton të po jep të ndim të burgosur aty. Faleminderit dhe miru pafshim. U kry, more, u kry. U kry tani. Po, edhe unë news do villë. Po, merret unë